Asnjë ligj nuk mund të ofrojë zgjidhje të përhershme për zyrtarizimin e plotë të gjuhës shqipe në Maqedoni. Eksperti juridik Jeton Shasivari sqaron se në kushtetut shqipja nuk është e precizuar si gjuhë e shtetit, por përcaktohet si gjuhë komunikimi e një individi apo një pale. Ligji në fjalë do të ofrojë një zgjerim ose avancim të përdorimit të gjuhës shqipe nëpër institucione të ndryshme të pushtetit qendror. Mirë po, kjo nuk do me thënë se do të zyrtarizohet gjuha shqipe dhe shkrimi i saj si një gjuhë dhe shkrimi shtetit ose i organeve të pushtetit shtetëror. Meqenëse që qasja do jetë sipas nenit 7 paragrafi 5 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, ku gjuha shqipe parashihet si një gjuhë e individit, gjuhë e palës, gjuhë e qasjes, gjuhë e komunikimit, gjuhë e pjesëmarrësit në procedurë, për shkak se është qartë se në drejtën kushtetuese gjuha zyrtare përcaktohet si gjuhë e shtetit dhe organeve të pushtetit shtetëror. Në kushte ku në mes të partive nuk ka marrëveshje për ndryshimin e kushtetutës, albanologja Ajtene Qamili kërkon që paralelisht me ligjin e ri të Shqipes të miratohet edhe një ligj për mbrojtjen e saj, që do të parashikonte sanksione për ato institucione që nuk e zbatojnë dhe e përdhosin atë. Nëse nuk ka një gjop, një ndëshkim, ne nuk vazhdojmë nuk fillojmë apo nuk përpiqemi ta zbatojmë dhe pikërisht po rikthehemi përsëri dhe në atë që gjithmonë duhet të kemi parasysh të mos lihet hapësirë fare në ligjin që do të sillet për manipulimet e motutjeshme. Por Alsa tashmë ka zbuluar se drafti i dakorduar mes LSDM-s dhe BDI-s parashikon formimin e një inspektorati që do të sanksionojë me gjoba deri në 3.000 euro institucione që nuk e zbatojnë shqipen, po ashtu do të formohet edhe një agjenci për cilësinë e përkthimit. Megjithatë, profesori Jeton Shasivari sqaron se as kjo nuk është zgjidhje pasi dispozita kushtetuese që rregullon përdorimin e shqipes në Maqedoni nuk është e precizuar si normë imperative, gjë që u le të hapur mundësinë institucioneve për mos zbatimin e ligjit në praktikë. Dispozita kushtetuese e nenit 7, paragrafi 5 i Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë nuk paraqet një normë imperative ose kategorike kushtetuese në kuptim të një rregulle të detyrueshme të sjelljes, për së cilës subjektet nuk mund të heqin dorë pa një sanksion të caktuar, por paraqet një normë dispozitive kushtetuese e cila u lë subjekteve lirinë e zgjedhjes. Pra, nëse duan mund ta përdorin gjuhën shqipe, por nuk do jenë të detyruar për një gjë të tillë. Drafti i ri për gjuhën shqipe parashikon përdorimin e saj të gjerë në kuvend dhe në qeveri. Pas miratimit të këtij ligji, shqipja po ashtu do të nisë zbatimin edhe në sistemin gjyqësor. Aktet notariale do të jenë gjithashtu edhe në shqip, por ka dhe paqartësi nëse gjuha amtare do të përdoret edhe në seanca gjyqësore. Shqipja do të përdoret edhe në rajonet ku shqiptarët nuk jetojnë dhe në uniformat e pjesëtarëve të forcave të sigurisë.